bëj një pyetje për sa minuta është dashur që e gjithë kjo pjesë e këtij kompleksi pallati të digjej tërësisht. Ke informacion për këtë? Pak nga çfarë jam unë dhe nga momenti atëherë ka është helikopteri i cili është vendosur në po vjen në vend ngjarje, do të shikojmë mënyra e aksionit se si do të ndërmerret, por është kërkuar ndihma e helikopterit. Pra ai është duke mbërritur në këto pamje të drejtë për drejta që është duke ofruar News 24, ndodhet fare pranë pallatit dhe do të shikojmë për mënyrën e ndërhyrjes si ai do të ketë. Në këtë moment ndoshta do të hedh. Atëherë ka qenë pjesa e sipërme ku është hedhur uji, por që problematika më e madhe është në katet e 5-ta të 6-ta dhe që nga ajo se çfarë shikohet helikopteri e ka mjaft vështirë për mënyrën se si të ndërhyj, madje është duke u rrotulluar rreth pallatit për të parë situatën, por që lufta më e rëndësishme u mbetet zjarfikësve të cilët janë në luftë me flakët, duke qenë se situata mbetet vërtet e rrezikshme, duke qenë se flakët tashmë kanë dalë jashtë pallatit në një situatë vërtet të vështirë, teksa zjarfikësit janë duke tentuar të shuajnë flakët e përbindshme. Pra ishte helikopteri i forcave të armatosura i cili mund të ketë ndihmuar në shuarjen e flakëve në pjesën lart të këtij pallati. Po, mund ta ketë ndihmuar pjesën lart, po duket se situata problematike sikundër ti e thua është në këto katet e 5-ta apo të 6-ta ku zjarri vjen të jetë brenda apartamenteve, çka e vështirëson akoma më shumë punën e punonjësve të zjarfikësve. Atëherë siç e thua, po është e vërtet, të paktën në taracën e pallatit nuk ka një situatë problematike, edhe konfirmuar të paktën nga komunikimet që unë kam pasur. Atëherë është një situatë e cila problematike është në katet 5, 6 edhe 7 të këtij pallati ku flakët kanë përpir çdo gjë çfarë ka brenda ajo banesë konkretisht. Të paktën është një situatë vërtet e vështirë në ato ndërhyrje, por nuk dim çfarë ndodh në hyrjet e tjera të pallateve, ndërkohë që vlerësohet dhe konsiderohet sipas banorëve, disa prej tyre janë pra larguar dhe nga punonësit e policisë, disa të tjerë duke bërtitur nga distanca për një ndërhyrje sipas tyre ndoshta ata e cilësojnë të pamjaftueshme për të shuar flakët, por ndoshta këto flakë janë aq të pamenaxhueshme sa e bëjnë të pamundur ndërhyrjen. Se këto komentet janë të pavlefshme në këto momente përballë kësaj pune dhe kësaj situate të vështirë, këto komentet e banorëve, gjithsesi gjithkusht do të bënte më të mirën e mundshme që të shuheshin sa më parë këto flakë. Patjetër që edhe komentet kuptohen nga gjendja e secilit banor që punon për ndërtuar. Patjetër që po, sepse ndoshta ka një jetë që ka punuar për atë ndërhyrje dhe tashmë ai person ndodhet në një situatë vërtet vështirë duke mos ditur se çfarë mund t'i premtojë nesër mja sa kohë. Edhe zona ku ne jemi duke raportuar është nga zonat e shtrenjta të Tiranës, si do të thotë, edhe pagesat që ata kanë bërë për një hyrje është mjaft e konsiderueshme. Pra të gjitha anët janë më se të kuptueshme nga ana emocionale, apo ndoshta edhe se ata shohin atë se çfarë po ndodh, duke qenë se shkohet zjarfikësit për të shuar zjarrin, pastaj siç është në situatën tani nuk është duke u bërë asnjë gjë si nga lart edhe nga poshtë, pra si nga toka si edhe nga tarraca. Duke qenë se situata e tarracës mund të jetë më e kuptueshme sepse tymi i cili është i konsiderueshëm pamundson zjarfikësit për të qëndruar dhe për të luftuar me flakët, por situata mbetet për të parë se çfarë ndodh nga toka, sa kohë është e mundur që të jetë pra të bëhet e mundur të ngjiten zjarfikësit edhe për të bërë të mundur shuarjen e flakëve të zjarrit, të cilët janë përbindshme, janë masive, janë të rrezikshme, do duhet teksuar. Pra është një situatë e cila vijon të mbetet e rrezikshme që nga fillimi, që kur ka nisur deri në këto momente ku ne jemi duke raportuar. Të paktën nuk raportohet për banorë të tjerë të cilët mund të jenë të bllokuar në banesat e tyre për dy zonjat që kishte problematik dhe ishin të bllokuara, u bë e mundur ndërhyrja guximtare e punojësve të zjarfikësve, sidomos njërit prej tyre
i cili ka qenë dhe shefi i grupit, i cili nuk ka pasur as uniformën e tij, por vetëm me një themi kokore, ka bërë të mundur që të ndikoj të ndërhyj për të shpëtuar jetën dhe për të evakuuar personat të cilët kanë qenë brenda godinës. Sikur ka qenë dhe një zjarfikës tjetër në fillim, i cili po ashtu në një akt shumë guxim, shumë teksta, shumë pranë kishte edhe flakët ndërhyri, ndërkohë që duket se situata është shumë e vështirë, duke qenë se flakët kanë përpirë gjithçka në katin e 5 dhe të 6, ndërkohë që është duke ardhur përsëri helikopteri. Do të shikojmë se cila do të jetë ndërhyrja në këto momente. Pra, është helikopteri përsëri në vendngjarje. Duket e vështirë ndikimi i helikopterit, në fakt, duket mjaft e vështirë ndikimi që helikopteri të ketë në shuarjen e këtyre flakëve, përveç se mund të vi çdo gjë nga zjarfikësit ose me thënë ndryshe nga toka. Edhe me këtë ndërhyrje të dytë të helikopterit në katin e 5, 6 dhe 7 ka qenë mjaft e vështirë ndikimi i helikopterit ka të pamundur helikopterit të ndikojë, duke qenë se është një pallak, flakët janë në katin e 5, të 6 dhe të 7 dhe e bën të pamundur që ai të ndikojë, ndryshe nga çfarë ndodh në zjarret që bien në male apo në lëndina në një fushë të hapur ku helikopteri mund të ketë ndikimin e tij, por në këtë situatë është thuajse e pamundur që helikopteri të ketë ndikimin e tij, ndërkohë që kërkohet dhe po lëvizin zjarfikësit janë duke tentuar. Osman, materiali polisterol i këtij kompleksi. Osman, materiali polisterol i këtij kompleksi favorizon flakët e zjarrit të përhapen akoma më shumë në pjesën tjetër të këtij kompleksi banimi? Atëre duket, pra po, nga pamjet që ne jemi duke parë, nga pamjet që operatori ynë i News 24 është duke filmuar, Toni Kaziu, i cili është pra që prej momentit të parë që është duke filmuar çdo gjë çfarë ndodh, mund të themi që po materiali ka ndikuar në përhapjen e flakëve, por aktualisht situata mbetet problematike në disa hyrje të katit 5, katit 6, katit 7, ku edhe zjarfikësit tashmë janë përqendruar, duke qenë se flakët janë përhapur brenda në banesë, pra nuk është se kanë marrë në pjesën e jashtë me to pallate, por kanë depërtuar brenda banesave, duke krijuar aty situatë vërtet vështirë dhe duke e bërë dhe ndërhyrjen e zjarfikësve thuajse të pamundur. Pra është një situatë vërtet e vështirë ku zjarfikësit janë duke ndërhyrë më sa ata munden për të shuar flakët, por është një pra ekip zjarfikës, ndërkohë që unë numëroj këtu 1, 2, 3, 4, 5, 6 zjarfikëse të cilat janë në terren, por që është edhe terreni këtu e pamundson ndërhyrjen e tyre. Osman, më le të bëj një pyetje, është menduar që të shtohen forcat zjarfikëse të paktën në këtë pjesën që shohim nga këto pamje të drejtë për drejta, ku duket se flakët e zjarrit janë shumë të vrullshme, pra mund të shtohen edhe forcat të tjera zjarfikëse për të mundur shuarjen sa më parë të këtyre flakëve, apo nuk është menduar? Është një gjë e tillë, ke dëgjuar diçka? Nuk kam dëgjuar diçka të tillë, vetë se kërkohet nga banorët, sepse nuk përforcohen ekipet e zjarfikësve për të bërë të mundur shuarin e zjarreve. Pra sipas tyre do duhet të ndërhyhej me ekipe të shtuara, por në fakt po shikosh dhe situatën apo vendin ku ndodhemi ne, e bën të pamundur që shkallë të tjera të ngrihen, ose të paktën unë shikoj ato mjete, pra të gjithë i kanë shkallët, por nuk e dim ndoshta dhe mundësinë e tyre për të arritur në një lartësi të caktuar, sepse ajo që kuptova është se maksimumi i shkallëve që mund të arrijnë në lartësi është ky që shikojmë tani, pra shkallët nuk mund të shkojnë më lart se sa kjo lartësi që ne jemi duke parë në këto momente. Të paktën kështu është thënë deri tani, dhe ose më saktë nuk e dim, ndoshta nuk munden që shkallët të kenë një lartësi edhe më të madhe. Kjo të paktën ajo çfarë unë kam dëgjuar këtu në terren nga persona të cilët janë
që nga momenti i parë të cilët janë duke qëndruar. Ndërkohë, përsëri helikopteri është duke tentuar një formë tjetër, por përsëri është gati e pamundur. Pra ka tentativa të helikopterit për të shuar flagët, por është e pamundur nga helikopteri, duke qenë se nuk mundet dot që flakët apo ujë që hedh helikopteri të hyjë në katet e 5-ta, 6-ta apo 7-ta, sikundër është duke bërë forcat zjarfikse në këto momente. Osman, çfarë ndodh në të tilla raste kur shohim që ti the këto shkallët e punonjësve të zjarfikësve dhe vetë punonjësit të zjarfikësve deri këtu mund të arrijnë, nuk mund të shkojnë më lart. Çfarë ndodh në një situatë të tillë?